I dënuar në Itali për marrëdhënie seksuale me dhunë kapet 46 vjeçari në Tropoj. Kapet shtetasi 46 vjeçari shpallur në kërkim ndërkombëtar Vladimir Rama, i dënuar në Itali me 60 burgim për marrëdhënie seksuale me dhunë, arrestohet me qëllim ekstradimin. Shërbimet e komisariatit të policisë Tropoj në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar alert. Si rezultati, cilit u kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimi në Itali shtetasi Vladimir Rama, 46 vjeç, banues në fshatin Fierz Tropoj. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga gjykata e apelit të Triestes, Itali, e cila e ka dënuar me 60 burgim për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë. Interpol Tirana do të kryej procedurat në bashkëpunim me Interpol Romën për ekstradimin e këtij shtetasi në Itali.